nuk duhet të mbillësu. Fakti që ne jemi anëtar i vendit natës, kemi një farë komoditete dhe mbrojtje, por që do të marrim me masat tona që në siguria të na afrohet me mielin ton, jo me mielin në han, kuptimin po të metaforik të fjalës. E qartë, zoti Lezi nga ana tjetër duke marrë parasysh dhe faktin që tashmë për shkallëzimi në lidhjen e mesme po merr sigurisht një dimension të ri ushtarak, Mbretëria e Bashkuar ka konfirmuar se forcat e saj ajrore kanë ndërhyrë gjatë natës duke rrëzuar disa dronë të lëshuar nga Irani. Mendoni se ky është tashmë fillimi i një përfshirje më të gjerë ushtarake pra të aleatëve kundër Iranit dhe sa i rrezikshëm do të ishte i gjithë zgjerimi i këtij konflikti për gjithë stabilitetin rajonal? I nderuar, duke pas parasysh që vendet e perëndimit, ata që Rusia quhen perëndimi kolektiv, dihet as pak sa i përçarë në dilemat e saj për të rrushtuar për krah apo jo kësaj lufte, e cila vendet caktuar Bashkimit Evropian e konsiderojnë si një luftë pa provokuar nga ana e Iranit dhe një luftë e nisur nga SBA për interesat e Izraelit. Kemi parasysh që marrëdhëniet e veçanta dhe specifike që ka Britania e Madhe me SBA-n dan pritesh ky lloj reagimi dhe rreshtimi britanik, pritesh ky lloj reagimi aq më tepër ku Irani dan deklaroi dhe demonstroi aftësi goditje të bazës britaniko-amerikane në Krasien, në brigjet e largta, për të treguar aftësinë e saj reaguese dhe goditje në përtej limite, përtej gjeografisë së zhvillimit real të konflikteve dhe kjo strategji e vendet Britanisë Madhe në përkrahat të SBA-s është është një mbështetje po themi sa politike, po edhe ushtarake në funksion të asaj që ky konflikt të marrë sa më tepër të shkojë drejt fundit të saj, por që është vështirë për të thënë që mund të kemi një përfshirje dhe një përshkallëzim rajonal dhe përtej rajonit të konfliktit, ani pse në konfliktet të tilla nuk deklarohen aleancat, por gjithmonë nuk është vetëm një shtet i caktuar ai deklaruar që është pjesë e këtij konflikti dhe kësaj lufte. Kemi parasysh nga dy anët e saj, qoftë në perëndim me Izraelin dhe SBA-n, aty shërbimet inteligjencë dhe të tjera në kuadrin e marrëdhënieve apo dërimit në organizata sigurisë kolektive si NATO japin dhe marrin informacion mbështetje logjistike ushtarake, po sikundër edhe vetë Irani merr mbështetjen e saj nga Kina apo edhe nga Rusia në format e ndryshme të kësaj mbështetje, sepse është e vështirë mbjetesa e një shteti në një situatë konflikti të jetë i vetëm pa një përkrahje nga shtetet e tjera, të cilët e lidh me këtë konflikt lidhen e interesat e tyre ekonomike, po jo vetëm ekonomike, po edhe çështje të tjera të sigurisë, sepse në vetvete duket pa më parë është çdo gjë është ekonomike dhe lidhet me naftën, por në thelb është përtej saj, kemi parasysh kush e zotron këtë pjesë, nesër pas nesër do të ketë një avantazh konkurrues apo supremaci përballë aktorëve të tjerë më të fuqishëm si Irani, siç është Kina, po edhe përplasje me Rusinë, të cilët çfarë nuk duan nga natyra që të kemi një rritje të ndikimit të një konkurrenti si SBA në lindjen e mesme. Dhe Irani është pengesa kryesore e këtij përshkallëzimi dhe këtij lloji ndikimi. Për këtë arsye, mendoj që shtetet të cilët tentojnë apo mund të përfshihen bëj kalkulimet e tyre për sa i përket efekteve që sjell ajo në rritjen e balancave midis aktorëve dhe fuqive, po nga ana tjetër niset edhe nga interesat e tyre ekonomike, sepse kemi parasysh qëndrimet dhe kurzimet e këtyre shtete do varen nga fakti se sa ato do të përfitojnë apo do të humbasin nga një përfshirje e tillë, angazhim apo mos angazhim, kemi parasysh varësinë energjetike që kanë perëndimi, po edhe shtetet eurozatis që u përmendëm nga furnizimet me gaz dhe naftë apo me pesticide, të cilët janë burimi kryesor si inputi në industrinë dhe ekonominë e këtyre vendeve. E qartë, mirë zoti Lezi, ndërkaq për ta mbyllur, mendoni se situata mund të dalë jashtë kontrollit, ndoshta për shkak të një incidenti të vetëm dhe nga ana tjetër, mendoni se do të ketë një marrëveshje ose ndonjë tërheqje të palëve, pra kush do të tërhiqet i pari dhe nga ana tjetër cilat do të jenë kostot që do të marrë përsipër?
Ndëruar në situata konfliktit të cilët askush nuk e di me siguri se si do të jetë, aq më tepër ku fakti që ka kaluar mbi 1 muaj tashmë, dhe me gjithë përmatësinë e padiskutueshme që ka SBA-ja dhe Izraeli në aspektin teknologjik ushtarak, konflikti ka shkuar në të panjohur për shkak të faktit që regjimi i Iranit ka strategjinë e saj mbrojtjes aktive në mënyrë që të mbajë gjallë regjimin dhe të reagojë në format e veta të për reagimit asimetrik duke përdor gjithë këto lloj skenarë. Kemi parasysh reaktivizimin e proksave, proksat cilët janë të shpërndarë në gjithë gjeografinë e lindjes meshme, qoftë në Irak, në Siri, në Liban, Zbollaut apo në Yemen, të cilët në mënyrë pavarësisht faktit që janë të filtra, ato mund të reaktivizohen dhe mund të jenë bazë të një incidenti të cilët mund të shkaktojnë efekte të tilla më të mëdha se sa mund të jetë një ndërhyrje kirurgjikale saktë që mund të bëhet përmes sulmeve ajrore dhe kemi parasysh kontroll në një situatë pa kontrolluar apo posedimi nga ana e këtyre grupeve të cilët nuk kanë kontroll absolut të regjimit, mund ta përdorin atë për goditje të tilla saqë kanë një reagim të madh publik. Parasysh në rast se këto grupe apo incidentet do të godasin infrastrukturën e ndjeshme kritike, ato civile, të cilët kanë një impakt në rritjen e presionit publik të shoqërive përkatëse të vendeve perëndimore kryesisht apo edhe të vendet lindjes mesme, ku përballë presionit të këto regjimit të janë detyruar të ndryshojnë qëndrimet e tyre në raport me Iranin dhe si i tillë mund të jetë një arsye që ta çojnë në luftën drejt një parandalimi dhe një mos përshkallëzimi të tij për të ulë palët në arritjen e marrëveshjes. Këto futen të skenarët e luftës asimetrike dhe njihen këto lloj si forma dhe Irani i mand këto si rezerva në kushtet që po përdor strategjinë e mbijetesës së tij në ato kushte që është. Dhe në reaktivizimi i tyre mund të jetë edhe një mundësi të cilët çdo kush mund ta ketë si frikë dhe do ta konsideroj, sepse pavarësisht faktit që Irani është një instruar, është bërë, po themi, prej këtyre goditjeve të shumta në aspektin e qoftë në flotën detare, ato ajrore, por që po reagon në fakti që disa rezultate janë arritur në kuptimin e qoftë të goditjeve apo mbrojtjes kundërajrore në avionët e fundit apo aftësinë e saj që ka për të goditë qytetet dhe shtetet caktuar të lindjes mesme, është gjithmonë për të dhënë mesazh atyre për të ndryshuar qëndrim ndaj Iranit, por askush nuk mund ta parashikoj me saktësi se si do të jetë e ardhmja në mënyrë që palët të jenë dakord lidhur me pikat, atë që Trump ka kërkuar, po ndërkohë që nga ana tjetër ka reaguar regjimi i Iranit që nuk i plotson ato, madje ka shkuar atë duke kërkuar çfarë edhe kushtet të cilat e pamundësin arritjen në marrëveshje, kemi parasysh edhe dëmshpërbimet që kërkojnë të drejtën e posedimit dhe menaxhimit të kushtisë së hormuzit, diversifikimi don faktin që ushtrimin e sovranitetit saj në aspektin e furnizimit po dhe çmimit, ku duke deviju monedhën e shkëmbimit me juanin e kinez dhe duke zhvlerësuar dollarin, dhe nga ana tjetër edhe mund don të drejtën që ka ai si shtet për të ketë një program të vetën bashkëmora, por fakti që Irani pavarësisht konfliktit dhe luftës, ky lloj presioni e detyron ata që të tërhiqet nga organizata botërore e energjisë atomike, të cilët është një mundësi siç thuhet që një skenar i rrezikshëm ku këto lloj armësh mund binë në dorë persona të cilët janë jashtë kontrollit dhe e përdorin për qëllime nga më të ndryshme dhe incidenti mund të bëjë hatane. Për ata çdo palë e përfshirë është shumë e kujdesshme për sa i përket faktit mos neglizhimit të tjetrit, sepse kanë fuqi dhe ta projektojnë forcën e saj dhe reagimin për te asaj cilët situata situata e luftës është tashmë është e njohur me to.
Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Të përshëndesim, Faleminderit, ju përshëndes. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, i kthehemi pas pak për të ndalur tek e njëjta temë një tjetër të ftuar.